Sipas vendimit të fundit që u publikua mbrëm, Ministria e Arsimit dhe Shkencës njoftoi se me rastin e aplikimit të nxënësve nga shkollat fillore dhe të mesme, prindërit ose kujdestarët që nuk janë të punësuar nuk janë të detyruar të dorëzojnë vërtetim nga Agjencia e Punësimit, por duhet të dorëzojnë certifikatën e të gjitha llogarive personale të transaksionit për muajin paraprak si dëshmi se nuk ka të ardhura në bazë të rrogës. Nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës thonë se interesimi për realizimin e të drejtës për mbështetje financiare për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme është i madh dhe shërbimet kompetente pranë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës janë në komunikim të vazhdueshëm me aplikantët potencial të cilët kanë nevojë për mbështetje në procesin e aplikimit. Në interes të transparencës së procesit dhe shfrytëzimit të masës nga kategoria për të cilën është dedikuar, Ministria e Arsimit dhe Shkencës ndan me publikun disa sqarime shtesë, pra përgjigje për pyetjet më të shpeshta të ditëve të fundit. Njëkohësisht ju njoftojmë se afati i aplikimit është prolonguar dhe zgjat deri të hënën më 25 dhjetor 2023. Prindërit, kujdestarët, të cilët janë përfitues të ndihmës minimale të garantuar nga shteti gjatë aplikimit për ushtrimin e të drejtës së mbështetjes financiare për fëmijët e tyre, nxënësit, si dëshmi për mjetet të cilët i fitojnë, dorëzojnë vetëm akt vendim për marrjen e ndihmës minimale të garantuar të lëshuar nga qendra për punë sociale. Prindërit apo kujdestarët të cilët nuk janë në marrëdhënie pune, nuk janë të obliguar të dorëzojnë vërtetim nga Agjencia për Punësim, por duhet të dorëzojnë pasqyrën e të gjitha llogarive personale rrjedhëse të muajit të kaluar, si dëshmi se nuk ka të ardhura në bazë të pagës, në qoftë se nuk dorëzojnë akt vendim për marrjen minimale të garantuar në të holla. Prindërit apo kujdestarët të cilët nuk zotrojnë llogari rrjedhëse, japin deklaratë të shkruar me dorë se nuk zotrojnë llogari rrjedhëse dhe nuk duhet të jenë e vërtetuar në noter. Pastaj Ministria realizon mbikëqyrjen e të dhënave. Për nxënësit, prindërit e të cilëve nuk janë të martuar, njoftojmë se deklaratën e plotson vetëm prindi të cilit i është dhënë e drejta e kujdestarisë me vendim të gjykatës, pa dorëzuar pëlqimin me shkrim të prindit tjetër. Kjo vlen edhe për fëmijët nga bashkimet jashtëmartësore, vetëm njëri prind dorëzon deklaratë dhe të dhëna. Të drejtën e mbështetjes financiare prej 1200 denar për nxënësit e shkollave fillore, gjithsesi 1800 denar për nxënësit e shkollave të mesme kanë edhe nxënësit e shkollave private, të cilët kanë verifikim për punë nga ana e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, thonë nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës.